Allah ka ardhur në vend se na më shumë që të marrim mësim. Në çështjet e vdekjes, na në momentet e vdekjes as pak nuk e vrasim zemrën tonë. Edhe vetëm ndoshta familja në shef që është mërzitur me pikëllimin, a në fakt na prezantojmë dhe në vorrime të njëjtën gjë e bëjmë sikur në jetën e përditshme. Njeri është duke u vorrosur, tjetrin e ndëgjon varrim duke u shoh, duke fol, duke pyetur sende të cilët janë të donjos sot i thua ti se ai ka shku ndarsëm dhe është taku me njerëzit dhe aty ai henes kanashtiset me to. A kurse që ti të jetosh e dikush para teje shkoi te Allahu xhel xhelalu. Dikush ndoshta nuk arriti as që të arrin bylygin e saj, edhe vdes shkoi te Allahu xhel xhelalu. Do të pyetet te Allahu aq sa ka arrit. Kurse na që jemi në këtë jetë që na u ka zgjat jeta, na do të pyetemi më shumë vëllezër. Sa namazë na kanë ikin atë Allahu do të jam i përgjigjë. Por atë Imam Buhariu shfrytëzoa këtë jetë që tu ka dhuru, shfrytëzoa të bësh ruku sa më shumë dhe dia vlerën, për arsye se vdekja të zën befas. Sa njerëz të cilët nuk kanë qenë as të sëmur, po vdekja i ka kap befas. Dhe se në momentin e fundit pejgamberi Allahut na ka treguar në një hadith që transmeton Imam Tabaraniu, me të cilën një ashtu dhe Sheikh Albani bën hadithin të mirë këtë hadith, nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se do të vjen nga shenjat e kiametit të jetë vdekja e befasshme.